Libri i Kuq apo ndryshe i quajtur Memorandumi i Greqës është rezultat i Kuvendit të Greqës i cili u mbajt më 23 qershor të vitit 1911. Ky kuvend u mbajt në pllajën e Greqës në perëndim të Secës në Malsinë e Madhe dhe u hartua nga Luiq Gurakuqi dhe Ismail Qemali. Me këtë akt, kryengritja e armatosur e shqiptarëve të Veriut kishte tani një program kombëtar në të cilën aderuan tashmë të gjithë shqiptarët. Është shkruar shqip dhe frangjisht, e nënshkruhet nga Sokol Baci, Det Gjoluli, Det Nika, Dot Preqi, Tom Nika, Cale Dedi, Lul Rapuka, Lesh Gjergji, Gjeto Mark Ujka, Mehmet Shpëndi, Avdi Kola, Nik Mihili, Tup Cuni, Binak Lulashi, Bash Bajrami dhe Bek Delia. Me datën 19 qershor të vitit 2016, organizata jo qeveritare Labeatet organizuan shtektimin për në Greq me rastin e 105 vjetorit të Kuvendit të Greqës, që tashmë është bërë tradicionale prej disa vitesh. Vendi i tubimit ishte para gjimnazit të Tuzit, ku edhe me mjete private u nisën drejt Koritës. Me mbërritjen në lujt e Koritës, u bë edhe nisja drejt Greqës, ku sipas fjalës që pat kryetari i kësaj shoqate, udhëtimi për në Greq do zgjas rreth 3 orë. Gjatë këtij udhëtimi drejt Greqës u bën edhe disa ndalime. Në një nga ndalimet, lahutari i njohur Jonos Delaj shprehi dëshirën që në vijën kufitare të këndojnë një këngë me lahut për të pranishmit. E ty ta shtypsha vo kryete me gure, e paren qiell mo ty te vrafti moti, si për të gjallë kështu me udaropi, se prej Zotit nuk është than, o me David, o që ka në një nane. Këto të rojet tona, hoti e grudave treshe koja, tuzi u lëqini e ti vari, djege pjekve bakre zhani, o deri nalt kurin malësia, o ku janë plava, o vegusia.
s'na banë tjetër. O ne do të mbrojmë trojet e të parit, o vend për vend, o të shqiptarit. Pa drejtësi, o ti mos i kjo shkure, se nuk janë kohën atë vosi dikure, e pranaj vëllazen o shqiptare, e ku do jemi o të shpërndame, e t'ja bajmë urën o lugut semit, e t'i knojmë bashkë o telit dëzenit, hej zati lëshojmë o Kosovës lashte. Krushe nuse moro, o ti bajmë bashkë more. Me mbërritjen në vendin ku është mbajtur kuvendi i Greqës, tek ahu shekullar, ku burrat e Shqipërisë hartuan kërkesat drejtuar portës së lartë, këto kërkesa që i paraprin shpatjes së pavarësisë që i përket vitit 1912. Organizatorët e shoqatës jo qeveritare Labeatet bën një ceremoni të shkurtër duke u shprehur. Gjindemi në Greqën historike. Këtu para 105 vitesh, burrat shqiptar erdhën dhe sillen një memorandum me të cilin kërkuan një autonomi, apo të parën herë e sillen një perëndori në Tryezë për diskutime. Unë s'do flas për historikun e asaj ngjarje historike, por si shtëpiak, të themi ashtu, në emrin tim personal dhe në emrin e shoqatës Labeatet, falenderoj personat të cilët na shoqëruan sot në 105 vjetorin e asaj ngjarje historike. Këtu me ne është Dr. Nail Draga, Jonuz Delaj, rapsodi Jonuz Delaj, pastaj falenderoj Nikol Franin Lucaj, Luiz Dushaj dhe Irfan Domnori. Pa ashtu kam një falenderim edhe për të Bojinin, i cili që nga momenti i idejës sonë deri më sot na ka mbështetur dhe na ka reklamuar këtë aktivitetin e sotëm. Dua të flas disa fjalë për kuvendin e Greqës, e cila si kuvend ka pas një jehonë të madhe, jo vetëm për Malsin, po për gjithë trojet shqiptare. Ky kuvend ka hap shumë pyetje dhe shumë çështje, sepse me këtë kuvend jam lidh gjithë krenat e Malsisë Madhe, pollet Shalës, të cilët Pashait Shkodrës i kanë dhënë një ultimatum, po jo vetëm Pashait Shkodrës, po edhe krejt Perëndërisë Osmane, për përmbushjen e kërkesave të veta. Malsorët nuk janë kanë vetëm një popull që kanë paguar taksat Sanxhakut Shkodrës, po kanë një popullsi e cila ka jetuar lirshëm në këtë troje për 500 vjet. Pastaj,
këta duke mendu se këta malsor një ditë do të përullen pushtetit Osman dhe do të ngelen si popullsia fushës apo e qytetit e cila pjesërisht është orientalizua. Këta kanë qenë kryefort për 500 vjetë dhe vazhdojnë të jenë kryefort edhe ditët e sotme. Me këtë kryengritje që do të pasojnë, këta kanë tregu forcën e vetë, politike dhe ushtarake. Duke çliru komplet teritorin e vetë, këta kanë tregu se nuk jena na ata që i pagojmë taksat, po jena na që i bëjmë ligjin. Dhe me këtë gjë, këta kanë çliru komplet teritorin e Malësisë dhe pjesën më të madhe e Shalës, të Mirditës, duke e rrethu Shkodrën, Sanxhakun e Shkodrës në një rrethim të ngushtë. Normal, kjo gjë nuk mund të bëhet pa ndihmën e vllazënve të tjerë. Domethënë, këtu kena nuk është një pyetje, një kryengritje apo një memorandum që të bëhet fjalë se kohët e fundit thotë është kryengritje katolike, nuk ka të bëjë me kryengritje katolike. Ka të bëjë me elementin shqiptar, që ka ndaj besnik elementin shqiptar. Kjo do thonë se janë vetëm elementi katolik, po këtu kanë bëjnë të dy elementet bashkë që kanë bashkëpunu. Dhe këta dy elemente bashkë kanë bëjnë një kryengritje të fuqishme, e cila ma vonë do të pasojnë edhe me çlirimin e pjesës të madhe Shqipërisë, e cila do të krijohet edhe shteti shqiptar. Këto kryengritje kanë vazhduar, kanë pas jehon të madhe në Kosovë, domethënë Isa Boletini, i cili pjesën më të madhe e kryengritjes të Malësisë ka qëndruar në Podgorica dhe në këto troje, ai do të vazhdojnë kryengritje në Kosovë, e cila kjo kryengritje kundra pushtimit Osman do të përmbushte atë që do të quhet më vonë Shqipëria etnike. Domethënë gjithë shqiptarët në ato vilajete ku jetojnë shqiptarët do jetojnë në një shtet të vetëm dhe do të fitojnë sovranitetin e plot. Prandaj ky kuvend, në këtë vend, është një nisme, është një xixë e cila do nis një flakë të madhe, flakën e gjithë shqiptarizmit, pishtarin e madh, që do të fillojnë prej Malësisë të madhe, jo kot, jo nuk është zgjidhur kot Malësia e madhe, domethënë është qendra e rezistencës 500 vjeçare shekullore, 500 vjeçare kundra turkut, mas 24 ose 25 kryengritjeve kundra turkut, dhe ky pishtar do të nezet prej Malësisë këtu deri në Malësitë e Jugut, domethënë Labri e deri në Çambri, e cila ka pas si ideal krijimin e Shqipërisë etnike. E kjo Shqipëri etnike është ideal edhe vazhdon në shekullin 21 dhe vazhdon në zemrat tonë. Unë sot jem shumë krenar që jam në mesin tuaj të këtij organizimi kaq të bukur dhe me vlera shumë të mëdha. Por jem dhe shumë krenar që jam Kelmenas, që Kelmeni është një vend me vlera të mëdha. E për këtë jem krenar se kuveni i Greqës, siç e thanë parafolësit, është një ngjarje shumë historike, jo vetëm për Kelmenin, por për të gjithë shqiptarët e për gjithë Shqipërinë etnike. Unë jem krenar se jam nga vendi ku Nora Kelmenit theri pashajnë turk në këndvështrimin sepse kërkoi, ai e kërkoi për ta marrë për grua, por i tha unë do të marr në sinonim, por në fund ajo arriti deri aty sa i shkoi pashës në çadër dhe i tha unë nuk jam Nora e Kelmenit që fyej Kelmenin, tha, por jam ajo që mbroj nderin e Kelmenit. Edhe unë pak disa strofës nuk mund të them të gjithën, por kam dëshirë që unë këtu përpara jush ti kënoj me lahutën, me këtë lahut që të gjithë e dim se është një vlerë e madhe e folklorit dhe traditës tonë. Në majet i bjeshkive vot
helmenit, e më lidhen burrat e në lok të kuvenit, e nërë ta vishin edhe burnesha, o ishë të nora sokolesha. Po shajtur ku të fjallë kishua, e norën dua me marë për grua, e në kjoftë se norën o nuk po e marë, shkru me hi o selësën boj baje. Tua bia he malësise, o kaloj lirëshem në mesit u shëtrise, o sa me shëpejt, o trokitin dere, e ma gjenë pashen o në minere, e kam vardë pasho se fjallë ke qua, o unë dhe ti, o për me u martua. Këftëftësi, e nora për dorje nga brezi, o thiken në zori, e sa poshe se va ke menua, e malsi se nerin kumja ke qua, mos kujto se kjo tok shqiptare. O i kote par more. Ne ju drejtuam disa qytetarëve që patën dëshirën dhe vullnetin të jenë pjesë e këtij aktiviteti dhe ata na treguan për përshtypjet e tyre duke u shprehur. Ka ditë kom tije për kuvendin e Greqë se memorandumin, thëm po dali herë me pas, si jam kanë kur. Thëm mos me dalë edhe si mjetë, me ndova thëm zërë se kush e di si ban punë e shnedës nuk më dalë bella ma, e thëm po dalë i herë. Kam përshtypje jashtëzakonisht të mira, shoqënie e mirë, njerëzit e mirë që kemë rrugua këtu. Këto bjeshke, këto male, këto pyjet bukura të mahniqme, bukurit rallat natyrës, me u knasë shpirti njeri me dalë e me i pa. Sigurisht ka me marrë malli prapë, ashtu është.
Organizimin nga OJC Labatet meriton një respekt të veçantë nga të gjithë pjesëmarrësit, jo vetëm në këtë takim që jemi sot, por edhe në takimet e mëpërpashme që organizuar kjo shoqat duke humbtuar në krahinën e Malësisë. Por dita e sotme ditë e veçantë për arsye se kemi të bëjmë me një ngjarje të rëndësishme kombëtare, kemi të bëjmë me vitin jubilar, pra me 105 vjetorin e memorandumit të Greqës, kësaj ngjarje të madhe historike me vlerë mbar kombëtare, duke marrë parasysh se këtu me 20mijëra vjeçare. Kjo edhe ishte edhe ajo objektiva dhe shtytja mbi që na detyroi praktikisht ta krijojmë një shoqat. Mbështetjen përveç këtij grupi që e përmenda në fillim, mbështetjen e zgjetëm edhe tek Anton Lulgjuraj, magjister i arkeologjisë, por edhe tek historiani Margjunçaj. Ashtu që stafi u zgjerua dhe erdhëm deri tek vendimi se ta themelojmë shoqatën. Ne me këtë shoqat për momentin ja kem arrit qëllimit edhe pse detyra janë shumë. Ne kemi si objektiv të bëjmë shumë, por mundësitë tona ekonomike janë tepër të vogla, ndërsa vullneti është tepër i mirë. Mirë po, këtë bukuri, siç është kjo ku gjendemi tani, në një lartësi mbidetare rreth 1300 metrash,
mbi lugin e cemit, mbi cemin i cili shihet atje poshtë vertikalisht, të zgjon adrenalin, përveç shijimit të bukurive natyrore, cilat janë të jashtëzakonshme, të një natyre virgjër pra, e pa prekur praktikisht, geodiversiteti ka bërë të vetën. Sikur lëvizjet tektonike, po ashtu lëvizjet e fuqive të ndryshme të jashtme, erozive si që është erozioni glacial si faktori më i fuqishëm i jashtëm, i cili e ka gdhendur këtë pjesën e epërme të kanjonit të cemit dhe na ka prur deri tek këto pamje të jashtëzakonshme. Asnjë kanjon, jo vetë në Maltëzi, po as në rajon dhe as në Evropë nuk i ka këto karakteristika. Ky kanjon mundson vizitën nga të gjitha perspektivat, nga të gjitha pozicionet. Praktikisht është i kalueshëm nga Dinosha, ku përfundon deri tek vendi mbi Selc, për shembull ku fillon kanjoni i cemit të Selcës. Po ashtu ky kanjon mundson që edhe nga, pra përveç nga perspektiva e Shpendit apo e Shqiponjës, ku gjendemi ne tani, edhe nga perspektiva poshtë, gjithku përgjatë rrjedhjes së cemit mund të vizitohen dhe të shijohen bukuritë e natyrës. Përveç geodiversitetit, kjo hapësirë paraqet një pasuri të jashtëzakonshme të biodiversitetit, sidomos të specieve bimore, por edhe atyre shtazore, shpenzve, xharpive sidomos, por edhe sidomos të bimëve të cilat janë jashtëzakonisht të rralla ose janë edhe endemike. Këtu para nesh paraqitet edhe pisha flamur, e cila është një dukuri e rrallë, jo vetëm në Maltëzi, por edhe më gjerë. Është e paraqitur kjo formë e biodiversitetit është e paraqitur në Shqipëri, në shumë vende, fatbarësisht edhe në Malsi. Cili ka qenë qëllimi i këtij aktiviteti sot? Qëllimi i aktivitetit ishte shënimi i 105 vjetorit të Kuvendit të Greqës, Kuvendit historik të Greqës. Ky është një objektive jona dhe praktikisht tani veç e kem bërë, pra si tradicionale, sepse ne që 4 vite me radhë vim dhe e shënojmë këtë aktivitet. Mendoj se ne ja kemi arritur qëllimit dhe po ashtu fatbarësisht kemi arritur që edhe një grup të rinjësh, por edhe të vjetrish, ti tërheqim dhe të vinë të shijojnë këto bukuritë tona e njëkohësisht të përkujtojmë momentet më të rëndësishme të historisë sonë, jo vetëm të Malësisë, por edhe të mbarë shqiptare. Sa është vështirë përgjegjësia që ju keni me qenë se jeni edhe kryetari i kësaj shoqate? Po përgjegjësia është shumë e madhe. Nuk e mbaj unë vetëm përgjegjësinë. Përgjegjësinë e mban çdo antar i shoqatës sonë. Pa marrë parasysh si ata që janë ka 16-17 vjeçar deri tek unë që jam më i vjetri. Me ndarjen e përgjegjësisë evitohen edhe problemet edhe mundësia paraqitjes së probleme. Fatbarësisht ky staf, pra në krye me mua, por nuk është merite imja as rezultatet, as disiplina, as rregullat të cilat nderohen maksimalisht në shoqatën tonë. Pra të gjithë përpjekën, të gjithë japin kontributin dhe fatbarësisht deri tani, siç thonë malësorët, as me u gërvish dikush nuk është gërvish, ndërsa kemi bërë më shumë se 100 ekspedita. Kem disa vjetë që në themelimin e shoqatës jam pjesë e themelimit, kështu që janë bërë disa vjetë që jam antar i kësaj. Sa jeni të kënaqur me realizimin e këtij aktiviteti? Shumë jam i kënaqur se kena arritur shumë prej qëllimeve tona. Fillimisht kena pas shëtitjen e Malësisë dhe njohjen me trashëgimin kulturor dhe natyrore, por gradualisht duke pas se jena më të aftë për këtë lloj pune, kena arritur edhe që të dalim jashtë kufive të Malësisë, kështu që kena hapë edhe o zonin tonë. A do të vazhdoni edhe herave të tjera me këto aktivitete duke u lënë hapësirë edhe njerëzve që të vinë duke shikuar këto bukuri natyrore? Normal, që unë për vetë jetoj në Ulqin, kështu që për mua është një kënaqësi e madhe dhe kam arrit me njoftë natyrën e Malësisë dhe vendin ku kanë jetuar parët tanë, kështu që për mua ka qenë një
të cilin e kem ndigjua përmes mjetëve informimit ose shtypit, por shkel me kam për të parë një herë.